Ditën e hënë SPAK dha një shfaqje tipike teatri politik. Thirri në të njëjtën orë Sali Berishën, Monika Kryemadhin dhe Ajola Xhoxhën. Të parin e trajton me respekt maksimal. Madje i pranon edhe një letër ku ai rregullisht shan me libër shtëpie kreun e SPAK Altin Dumanin, vetë institucionin dhe gjyqtarët që merren me çështjet e tij. Në një farë mënyre, ai thirret aty vetëm për t'u fshurur në derë. Pastaj vjen rradha e Monikës, e cila sapo del, deklaron se u kërkoi votën për Ilir Metën, me qëllim që ata të ndihen të kompensuar përpara Zotit dhe të lajnë mëkatet. Në fund trasin edhe Ajola Xhoxhën. Por sapo ajo kalon derën e SPAK, fillojnë titrat në mediat e përdorura nga SPAK për propagandë që tregojnë çfarë do t'i ndodh brenda. Kjo është e pashëmbullt. Ajola Xhoxha ishte thirrur të premte në SPAK bashkë me avokatin, por i thanë të vinte të hënën sepse do të komunikonim një akuzë. Avokati kërkoi që kjo të bëhet të premten, por prokurori Ulsian Dado, duke pasur parasysh teatrin e së hënës, insistoi që të paraqiteshin të hënën. Ndërkohë që ajo ishte ende brenda, korespondentët e Ulsi Dados në media nisën të raportojnë se çfarë po i komunikonin Ajola Xhoxhës, e gjithë kjo është një propagandë e shëmtuar. Në titujt e portaleve thuaj se Ajola Xhoxhës ishte shtuar një akuzë për fshehje të ardhurave dhe më pas fantazia mediatike degëzoi pa kufi. Por për çfarë realisht bëhet fjalë? SPAK pretendon se disa muaj para se kompania e saj të niste pagesën e qiras me faturë tatimore, ajo është paguar me kesh. Bëhet fjalë për 3 ose 4 muaj qira të paguar me mandat argëtimi, dokument që ndodhet në llogaritë e kompanisë që administron Sky Tower. Prej gjithë ky fitimi munguar për cilin akuzohet, është se janë paguar disa muaj qira në kesh, çka mund të përbëjë në rastin më të keq një kundërvajtje administrative. Pra në të njëjtën ditë, shohim një ish kryeministër dhe ish president që shkon në SPAK, ishan ata me libër shtëpie, dhe askush nuk e quan këtë presion mbi drejtësinë. Ndryshe nga rasti kur Erion Veliaj flet në telefon me gruan e vet dhe kjo quhet presion. Pastaj shohim një zonjë kryemadhi që tallet me ta dhe bën mirë që tallet, dhe më pas një viktim të SPAK, së cilës i komunikohen akuzat në publik përpara se të dalë nga zyra e prokurorit. Tani, cilin standard të SPAK duhet të pranojmë? Ato kur duhet i shash me libër shtëpie dhe ata arrin si mut? Apo ato kur tallesh me ta si zonja Kryemadhi? Apo ndoshta ato që i bëjnë familjes Veliaj duke shtuar çdo të hënë nga një akuzë, nga ato që nuk duhet as të konsideroheshin vepra penale? Ka shumë rëndësi që të paktën SPAK të vendosë një standard unifikuar në sjelljen ndaj të akuzuarve, sepse kështu del se po ti shash nga nëna e babai ata heshtin, ndërsa po fole me gruan në telefon, të linçojnë, madje të nxjerrin edhe muhabetet e krevatit për të zbavitur të frustruarit seksualisht. Kjo ndoshta nuk ka shumë rëndësi për popullin, por të paktën duhet mbetet në regjistrat e SPAK se si gjunjëzohet para të fortëve për arsye politike dhe si i linçueshëm të shkon të doptit, po për arsye politike. Në fakt të gjithë mbështetëm që të ishin bi politikën, por me sa duket, ata bëjnë politik gjithë ditën.